parashikimin e datës 12. Data 12 gusht. Kemi të bëjmë me një ditë mjaft pozitive, për një ditë që do të thotë sakrificë, një ditë që do të thotë rregull, një ditë që do të thotë mundësi nga të gjitha anët, por edhe pse si ditë është nga ditët më me ndikim të qenë ndonjëherë, sepse data 12, ditë e mërkur. Kjo ditë shënon një nga ditët më të rëndësishme të muajit dhe një nga pikat kulminore të gushtit të 2026, sepse sot kemi hënën e re në Luan në 20 gradë, në orën 7:36 mbasdite. Vetëm pak minuta më vonë, në orën 19:47, sipas orës tonë, ndodh eklipsi diellor në Luan. Ky është fenomeni shumë i fuqishëm astrologjik, sepse hëna e re hap një cikël të ri, ndërsa eklipsi diellor e bën këtë cikël shumë më të fortë, më karmik, më të rëndësishëm dhe më të vështirë për të kontrolluar vetëm me vullnetin personal. Duke pasur parasysh, Luani lidhet me zemrën, dashurinë, familjet, krijimtarinë, skenën dhe shprehjen krenarinë e tij, nevojën për të qenë në vendin që i takon. Një eklips diellor në Luan hap kapitullin e ri në mënyrë që të shprehim dritën tonë, si të kërkojmë vëmendje, të duam të krijojmë dhe të marrim vendime të rëndësishme në jetën tonë. Ndikojnë shumë dhe rëndësi ka shumë shenjat fikse që kanë të bëjnë me ndryshimet nuk janë sipërfaqësore. Ato prekin zonat ku kemi qenë më të ngurtë, krenar, të lidhur me një rol ose të probleme që kemi pasur nga e kaluara. Më të ndikuar janë shenjat fikse, Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi, sidomos të dhjetësit të tretë. Veçanërisht ata që kanë planete ose pika të rëndësishme në këto shenja. Shenja e Luanit. Ky është fillimi i madh personal që prek identitetin ton, drejtimin, ndikimin të madh që do të ketë tani tutje. Ujorin aktivizon marrëdhëniet, martesat, partneritetet dhe njerëzit që kanë përballë. Për Demin prek shtëpinë, familjen, vendbanimet dhe jo vetëm. Për Akrepët prek karrierën, statutin, reputacionin dhe përgjegjësi publike. Shenjat e Zjarrit, që mbetet dashi dhe shigjetari, mund të përjetojnë këtë eklips si hapje të fuqishme në dashuri dhe në ndikime të mëdha që kanë bën vizionin e tyre. Edhe pse duhet të kenë kujdes me nxitimin, shenjat e ajrit, siç janë binjakët dhe peshorja, mund të marrin ndikime personale, komunikime miqësive dhe mundësi të mëdha. Astrologjikisht, një eklips diellor nuk është dita që të themi në lidhje me detyrimet ose me gjëra për të kontrolluar ose gjëra të tjera të fillimit. Eklipsi hap derën, por nuk është gjithmonë i qartë me njerëz sesa aty ku çon ajo derë. Pra, të hap dyert të rëndësishme, por duhet të jeni të vëmendshëm për ato derë që hapet, pastrimin që bën. Mos u nxitoni. E kam thënë dhe them të madhe, marrim një tort kur kemi eklipse sepse është diçka shumë e madhe që pastron gjithçka. Nuk është kaos, nuk është haos, nuk është këta që e flasin edhe për flasin, po çapo bëhet nami. Asgjë nuk ndodh, përkundrazi ndihmon. Për sa po mund të jetë tërmet i fuqishëm mbi 12 ballësh, për sa mund të jetë tmerr, për sa mund të jetë problem shumë i madh, por duhet të trokasin, ta zgjidhin sepse sekretet këtu dalin nga gjitha anët. Por gjithsesi është një nga ndikimet dhe ndërgjegjësimi më i madh i brendshëm në lidhje me çështjet madhore që kanë të bëjnë në këtë drejtim. Por gjithsesi ka eklipsi nuk kontrollohet, ai dëgjohet. Pra, më shumë duhet të dëgjojmë se sa të flasim. Pas të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale ku ndikohen më tepër me këtë eklips dhe këtë hënë të re, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Hidhni një sy parashikimeve që atje kemi ditore, javore, mujore, nga gjitha parashikimet. Dhe më pas, nëse juve e dani mendje që doni parashikim të detajuar, atëherë mund të shkoni tek sekretaria, të dërgoni një email dhe flasim bashkë nëpërmjet WhatsApp-it apo Viberit se si funksionon shërbimi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit, duket se pikërisht kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese dhe më pozitive të qenë ndonjëherë mbi kohën që ndodhin fenomenet, mbi karrierën dhe mbi ndryshimet të mëdha që vijnë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë tani tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, sepse gjithmonë juve jeni një hapara sa çfarë ndodh ose ndryshimet që keni, por është momenti më i mirë i mundshëm tani
për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Bricap dhe me Akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Përsa përket shenjës së demit, megjithëse demi duket se ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme, në lidhje me mundësitë që vinë, mundësitë të arta që keni, është koha juaj dhe momenti më i mirë dhe më pozitivi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë, është perfektja edhe pse duket pak vështirë, por është mjaft e mirë në nisma të reja dhe në ndryshimet që ju keni. Në dashuri duket se me Akrep dhe me Virgjeresh është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët, në fakt, binjakët duket se luajnë një rol shumë të rëndësishëm tani në tutje, ku është dhe koha e tyre, është momenti më i artë i ndryshimeve, i zëvendësimeve, i gjërave të mëdha që do të kenë, por gjithsesi kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme tani e tutje, ku gjërat do shikoni dhe vetë, ku ka të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë dhe me një takim që nuk është i rastësishëm, por është mjaft ndikues, rrezatues në gjërat që bëhen, në gjërat që kërkohet dhe mundësitë të arta që keni tani e tutje. Momenti më i mirë i mundshëm që është tani e tutje, është një nga vendimet që do të merren, një nga vendimet më pozitivet dhe më të mira të qenë ndonjëherë, sepse duke pasur parasysh startimi, stabilizimi, rëndësia që ju e keni është koha juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për gaforet në fakt tani e tutje është momenti, periudha që do flasim, periudha që hap një kapitull të ri mbi ndryshimin e madh që vjen. Një moment shumë i mirë dhe pozitiv është ndryshimi mes asaj që është realizueshëm dhe mes asaj që është i kuptueshëm. Disa çështje që lihen pas dore, kërkohet kujdes. Disa çështje që keni pasur juve me anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve, është koha juaj, sepse gaforet ndryshojnë. Ky eklips u jep mundësinë dhe kohën, momentin e duhur dhe disa gjëra lidhen me karrierën publike, me mediat, krimtari, shumë ndikime të fuqishme që kanë domosdoshëm për gjërat e punës, por kujdes nga nxitime se nuk është në mirën tonë për të nxituar. Megjithatë, kërkohet vëmendje në anën e dashurisë, me Bricap dhe me Dash është ideale. Vijojmë tek shenja e ditës, tek shenja më ndikuese dhe më provokuese në thojza, që do thotë luani. Për luanët, luanë të dashur, duket se hënë e re në shenjën tuaj dhe ndikimi më i madh që ndodh eklipsi diellor në shenjën tuaj është fenomen shumë i fuqishëm astrologjik. Kjo do thotë me mënyrën se si vijnë gjërat, me kohën që juve dini shumë mirë çfarë bëni. Dhe ky është një pozicion mjaft i mirë, që pozicion stabilizues, ideal mbi zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që keni. Momentet më të arta dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon në anën tuaj më të mirë. Çështjet që lidhen me anën ekonomike financiare, me biznesin, me karrierën, me ndryshimet e mëdha që keni, është momenti juaj dhe koha ku juve do të arrini majat mbi stabilizimin dhe gjërat e tjera që do të diktojnë. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me dëm është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Virgjereshës. Virgjereshat, sido që të vinë gjërat, nga do që ta kthesh, është një mundësi shumë e mirë për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave. Mundësi të arta që kanë të bëjnë në çështjet që lidhen me punën e tyre, me ekonominë dhe janë drejt stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditës së parë është idealja me Germa shtypi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Shenja ajri, shenjë që ndikon jashtëmase, ndikohet si keni përballë shenjën e dashit, shenjën e zjarrit. Kjo është një mundësi që lidhet me punën, lidhet dhe me karrierën, por gjithsesi ka një ndikim shumë të mirë tani në këtë periudhë, lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe kohën e duhur. Po dita kërkon forcë dhe jo shpërthim emocional. Disa ndryshime janë shumë të mëdha tani e tutje, prandaj vini veshje mos u mërzisni fare, se ka kohën e vet, çdo gjë rregullohet me këtë eklipsi kemi sot.
Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Përse përket akrepëve, meqenëse akrepët duket se tani e tutje kanë mundësinë, kohën dhe mundësinë mbi zhvillimet, ndryshimet të mëdha që ata kanë, është momenti më i mirë i që ndonjëherë mbi punën dhe karrierën. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me pinjak është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Çfarë ndodh për shigjetarët dhe me shigjetarët? Me shigjetarët mund të themi shumë gjëra, sepse një periudhë që kanë bënë të shigjetarët është një periudhë mjaft e mirë për sa i përket ndryshimeve që ata kanë, momentet që ata kanë tani e tutje, është koha ku gjërat do të shikoni dhe vetë, do të ndikojnë në anën më të mirë, në çështjet më pozitive dhe më korrekte të që ndonjëherë për juve. Kështu që kjo periudhë është e juaja dhe në lidhje me vendime që do të merrni, janë vendime mjaft të mira në punë dhe në ekonomi. Por në ekonomi është diçka më shumë, sepse ka të bëjë me një ndryshim që lidhet me punën dhe me skenat e punës stabilizimin ekonomik. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Me bricjapët nuk është se ka i problem tani, për shembull që mund themi çfarë ka ndodhur. Asgjë s'ka ndodhur. Por bricjapët, ta kuptojmë, ta dimë, është edhe momenti tani që ata duan të rregullojnë disa gjëra të lëna pesur. Është momenti mirë, nuk e diskutojmë këtë, sepse kjo është periudha dhe koha më e mirë e mundshme për stabilizime, për ndryshime, për çështje pune, edhe momentet e tjera pastaj që do kemi tani e tutje në lidhje me vendimet që merren, çështje ekonomike, financiare dhe disa ndryshime që për tani mund të jenë fitimprurse për juve, dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Çfarë ndodh me ujorët? Për ujorët tani e tutje kanë dy mundësi të arta, kanë ekonominë, kanë stabilizimin, edhe pse tani për tani janë disa çështje ndikuese dhe rrezatuese për ekonominë dhe stabilizimin, por vëmendje kërkohet në ndryshimin e madh që ka të bëjnë tani e tutje, sepse ndryshe gjykoni, ndryshe mendoni, disa gjëra nuk janë ashtu siç i prisnit, por koha është me juve dhe funksionon për juve. Në çështjet që lidhen me dashurinë e munguar është me peshore dhe me dem. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Përsa përket peshqeve, meqense peshqit tani e tutje janë mjaft të ndikuar, kanë një moment shumë mirë dhe pozitiv mbi atë që ka ndodh, ekonominë pra, edhe zhvillimet të reja që do të keni tani e tutje janë në anën tuaj, mbi biznesin dhe karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të rrjedhit parë, me ujor të rrjedhit qytet është perfektja, por me akrep është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të veçantë që kemi të bëjmë me eklipsin diellor dhe hënën e re në shenjën e Luanit. Për ju që interesoni për parashikime të detajuara, atëherë kemi pikërisht faqen roz, astrologu.al. Atje, duke klikuar dhe duke parë se çfarë dëshironi më tepër të dini, mbi çfarë kërkoni ju të realizoni, i keni të gjitha aty. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numër përkatës, jeni gati për gjithçka ju intereson, për gjithçka juve dëshironi. Dhe më pas, duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, gjithçka atëherë flasim në WhatsApp. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për përgjigjen. Nga unë një rropulla, më të mirë një uroj. Jesë mirë.